Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Gjendet një varr masiv në komunat në veri të Kosovës. Mbetje mortore u gjendet në fshatin Jabuk të komunës së Zubin Potokut. Lajmi u konfirmua nga ministri i Detyrës së Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla. Falenderoj Policinë e Kosovës, Njësitë përkatëse për hetimin e krimeve të luftës, Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe Prokurorinë e Kosovës për punën e ndërmarrë në drejtim të hulumtimit, hetimit dhe identifikimit të këtyre lokacioneve, shkroi Zveçla. Pak ditë më parë, një varr masiv u gjet në Kalludër të Zubin Potokut, ku ende po vazhdojnë kërkimet dhe gjurmimet. Dyshohet se bëhet fjalë për mbetje mortore të viktimave të luftës së fundit në Kosovë. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha vlerëson se hapja e konsullatës serbe në Shkodër nuk rrezikon sovranitetin e vendit. Në intervistë televizive Ferit Hoxha tha se asnjë shtet nuk do të lejonte një prani diplomatike që cënon dhe kërcënon interesat e vendit. Hapja e një konsullate nuk i jep shtetit dërgues asnjë lloj pushteti apo akoma më pak ndonjë lloj sovraniteti mbi qytetin, territorin apo popullsinë ku ajo vendoset, u shpreh ministri. Reciprociteti, thot ministri Hoxha, është një parim themelor në diplomaci, por nuk nënkupton barazi automatike. Sipas tij, ky angazhim me Serbin nuk ndryshon kurrësi qëndrimin dhe mbështetjen ndaj Kosovës. Bota. Mbetet të qëndrueshme situata epidemiologjike në Gostivar. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut, institucionet shëndetësore vazhdojnë me monitorimin. Gjatë një gushtit u regjistruan 57 ekzaminime të para të pacientëve, që është një rënje prej 3 rastesh krahasuar me ditët e mëparshme ku regjistruan 60 ekzaminime. Nuk u regjistruan shtrime të reja në spital në 24 orët e fundit. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, që nga një gushti në Gostivar u raportuan gjithsej 1000 raste të sëmundjeve infektive dhe shërbimet shëndetësore, kanë përgatitur 736 anketa epidemiologjike. Princi i kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salmani, kërkoi president amerikan Donald Trump t'i japë përparësi dialogut për të ulur tensionet në lindjen e mesme mes përshkallëzimit të konfliktit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Deklarata vjen pasi presidenti Trump njoftoi se kishte anulluar një valë të re sulmesh ushtarake ndaj Iranit, duke përmendur parimin drejt një marrëveshje diplomatike dhe kërkesa nga Teherani, si dhe nga vendet të tjera të lindjes së mesme për të shmangur sulmet. Më herët portali amerikan Axios, duke cituar burimet amerikane të njohura me bisedimet, raportoi se Mohammed bin Salman kishte shprehur shqetësimet e Arabisë Saudite për planet e reja ushtarake dhe i kishte kërkuar Trumpit të ulte tensionet. Ukraina apelon sërish për pajisje me raketat e mbrojtjes ajrore Patriot. Ne kemi nevojë për përgjigje ndaj këtij terrori rus, përgjigje reale nga bota, tha Zelenski në fjalimin e tij. Sipas Zelenskit, përgjigjja e vetme e drejtë është mbështetja për Ukrainën në zbrapsin e sulmeve me raketa ruse. Sistemet Patriot konsiderohen si mbrojtja më efektive kundër raketave balistike. Ka raketa për sistemet Patriot në mbar botën dhe është e rëndësishme që partnerët tanë të marrin vendimin politik për të dërguar furnizimet e nevojshme, deklaroi Zelenski, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara dhe vendet europiane dinë mirë se çfarë i nevojitet urgjentisht Ukrainës. Sipas Zelenskit, gjatë natës, Rusia sulmoi Ukrainën me 35 raketa, përfshirë 27 raketa balistike, si dhe me 185 dron. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.